Përshëndetje të dashur mi dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Atëherë, sot kam një burek special që besoj se nuk e keni bërë ose se keni provuar ndonjëherë, por nëse e keni bërë dhe provuar, më thoni kush zonë e bën. Atëherë, do bëj një burek me trahana. Po e dëgjuat mirë, një burek me trahana. Unë është era parë që do ta bëj, pra do i tregoj hapa çfarë duhet të ndjekim dhe si mund të dalin, në rregull? Nëse ju e keni provuar, si ju është dukur, mund ta lini në komentet. Okej, pra për mua është era parë që do e bëj, është si tip eksperimenti, pra si edhe një herë tjetër që të bërë ca eksperimente. Gjithashtu mos harroni të shikoni, sepse duke qenë se po vjen dhe Pashkët, në kanalin tim do gjeni burekun grek me 3 pjetë, edhe me snikun në përmetar, në rregull? Sot do doja t'ju tregoja këtë. Atëherë, çfarë përbërësit na duhen neve për të bërë këtë burekun me trahana dhe njerë? Okej? Dhe për mua është një recetë e re, është pak e çuditshme siç ishte edhe për mua bureku me makarona ose bureku me orizi, nuk e kisha hangur ndonjëherë. Po i mësova këtu kur erdha si nuse e re te familja e Tim Shoqi dhe i shpërndava dhe me juve. Okej? Kurse këtë e kam parë nga disa gjyshe greke dhe kjo. Nga disa gjyshe greke që banojnë në përfshatat e Greqisë. Atëherë, çfarë na duhet në radhë të parë? Në radhë të parë na duhet trahanaja. Pra trahanaja, duke qenë se unë do bëj një tepsi të vogël, se thash do bëj një si modele, se po më pëlqeu do ta bëj prapë. Marr një gotë trahana dhe hedh këtu. Okej, mund merrni çfarë lloj trahana të doni. Pastaj do marrim një gotë qumër. Unë që të na bëhet mirë, që jam e sigurt që është zbutur mirë, do të jap një gjysmë. Por ato sasit ishin, për shembull, sa trahana idhi, aq edhe qumësh idhi. Idhi 2 gotë trahana, 2 gota qumësh. Në rregull, pra dhe unë që të sigurohem mirë. Pastaj çfarë na duhet? Na duhet djath. Para edhe me djathin. Me ato që lexova unë nga ato gjyshat greke, që është një ushqim të të përdornin për mik, kur donin të dilnin faqe bardhë te një mik, kur donin ta nderonin mikun, pra për këto gjëra e kishin burek të mirë. Pra ky është një burek që e bënin në kohët më përpara kur njerëzit ishin të varfër të shkretit, nuk është burek për tani domethënë. 2 kokra vetë, vetë mund të jetë edhe më shumë, sa të dëshironi, nuk është ndonjë. Ajo i hodhi 5, po mua më duk si tepër 5, se me një gotë po e bëj. Dhe tjetër na duhet vaj edhe gjalpi. Doj që kënë dyrë, becoj, prandaj të është me këshu me qik krip, se me që kemi dhe djahën, do të kemi kujdes. Edhe qik piper. Edhe njerë, në qofë se ndo një zonë e Shqipërisë e bënë, unë nuk jam në dije me këtë gjë, se kam dëgju në njerë. Pra, nuk e kam dëgjua në njerë. Tani unë do t'i përzije këto mirë. Dhe do t'i lej për 30 deri 45 minuta që të bëhet kjo, që të zbutet, sepse s'mund ta bëjmë kështu se na thynoj dhëmbë. Na ndodh një kështu aksident të dhëmbë, që është një gjë që nuk e dua. Ndoshta do t'i kisha edhe çik më pak vaj, po nuk do t'i edhe më, pra kjo. Tani derisa të bëj petët, ta lë me një anë, të mbulovar me një pecetë ose me një kapak, edhe të shikojmë. Në rregull, tani do filloj punën me petat. Atëherë, siç po thosha, që sot do bëjmë bureku me trahana dhe çaj edhe unë ke brume. Pra, kam hedhur 3-4 duar kupa me miell. Me që e pasin nga ato gjyshat greke, dhe bëjta mamë si bëjnë ato. I hodhën krip. Jo, to gjithmonë i hedhim edhe ufull që të bëhet ajo peta më kërce, më krokante, të hedhin ufull, edhe vaj. Po të doni jemi dhe krip, po, ashtu edhe vezë, po nuk po e bëj me vezë. Unë gjithmonë kur bëj, se nuk bëj dhe shpesh tani kohët e fundit nuk bëj, sepse si dini jam keq nga stomaku, kam kaluar atë smundje që jo thash, dhe nuk bëj shpesh sepse nuk e tret dot, edhe nuk bëj shpesh. Pra, po kur e bëj me ujë të vakët, nuk e bëj asnjëherë, teq edhe unazën. E oqa unazën, s'kam unazë. Atëherë. E bëj me duar. Edhe ella avash avash edhe këtë
ujtin e vakët, të vakë. Më pëlqen sepse bëhet edhe i kështu, i butë, prandaj. Pra edhe njerë, zonja të nderuara, ju e keni bërë ndonjëherë këtë burekun apo jo, apo shera parë dhe po ju si për mua që dëgjova. Unë e di që në Korçë bëjnë edhe me mulçi më duket ose me turshi. Me turshi me thënë drejtën sikur nuk më mbadha shumë ta provoj, po besoj se ta provoj edhe ato si bëhet, të bëj një të vogël jo kështu. Kurse te kjo, di pse them të jap një shans, sepse edhe kur erdha në fillim fare këtu në Greqi, ku më tha Vjera, mu ne bëjmë, e kemi burek të mirë, të bëjmë me burek me makarona, burek me makarona, çu burek me makarona, ngjelet si këtë habitu. Pastaj më tha mama jo, edhe këtu në Shqipëri tha ato tirancit, fshatat e Tiranës e mbajnë edhe e kanë burek për mysafir, burek mirë domethënë. Nuk i se dëgju ndonjëherë. Pastaj edhe ajo rizopita, pa bureku me oriz. Edhe jo shumë e mirë dhe atë, edhe mami im këtu ishe dyshues të mami im, unë e kisha provuar. Këtu ishte mami im dyshues, edhe ata s'ka mundësi të bëhet bureku me oriz. Po kur e provova pastaj, ndryshovi komplet ide. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë gjë që mos jemi dyshues, se mos jo është kjo, mos e provoj, nuk e hajmë duket kështu. Okej, pra e provojmë një herë, pastaj themi na pëlqen ose jo. Pra do më bëra gabim që ta për bureku me turshi kështu. Pra nuk është e drejtë të themi gjëra pa i provuar. Atëherë po bëj unë këtë brumin kështu. Në fakt do bëj çik më shumë sepse po nuk e pëlqyer. Me bëj që bëj edhe çik një burek me djathë me vezë. Okej, apo e mbledh edhe shikojmë pastaj. E mbarova edhe brumin, pra se ta se desha të butë. Ja, se si ngrihet. Ngrihet. Okej, tani do ta lej unë këtë këtu, gati nuk gjysmë ore a më shumë, sepse do ikit marrë edhe erën të shkolla dhe nuk dua që ta lej për gjysmë burekun. Sepse si e din, sa më shumë ta lejmë burekun, brumin, aq më mirë, pra del më i mirë. Okej, ci vediamo dopo. Edhe si të bëhet kjo para, do bëhet edhe të gjitha. Nuk do të themi përshëndetje. E kam thënë përshëndetje. Tani që mungove ti tani pra, se unë që pari tha do ikit marrë erën nga shkolla, tani erdhi era, po përshëndetje Era. Përshëndetje. Në rregull, tani bëjmë petën, edhe pastaj do t'rregojmë edhe mbushjen. Okej, ja mbyllë pak rasti, pastaj kur bëhet e madhe. Tani kam shtruar petën këtu, kam bërë edhe 3. Do bëhet edhe 3 të tjera, pastaj do hedh në mes, do hedh mbushjen. Atëherë, ja dhe si u bëhet ashti. Mbas gati 1 orë e lashëm, sepse si të thash i kam marrë edhe erën. Tani do ta hedhim këtu tek kjo. Te bureku që kemi lënë këtu, në rregull te bureku. Atëherë ja mënyrën që ta hedhim. Po, mënyrën. Pra e hedhim këtu. Që kur ta hidhni, petat jenë gati, dhe pastaj bëhet si lluqe. Pra duhet të jenë petat gati. Unë i kam bërë gati, pra që do ta shikojmë procedurën e gjithë. E marrim. Edhe e shtrojmë petën tjetër. Pra shtrojmë petën që është përgatitur. Pra i vura më shumë nga poshtë, sepse nga lart nuk ka problem. Nga lart do i vej 2, kurse nga poshtë i kam vënë 4. Po. E gjeta! Pra i kam vënë 4, okej? Në qoftë do ta bëni edhe juve, jepni impresion. Tani çfarë do bëj? Nuk ta bëj si më përpara që shkoja hidhja ato. Tani do ta pres këtu. Okej, pa do ta pres, si mos më bëhen shumë të trasha. Edhe këtë pjesën tjetër nuk do ta hedh, po mund ta bëjmë kështu petulla të pjekura. Pra, nuk hidhim, siç e dim në shtëpi, nuk hidhim asgjë. Pra e hedhim dhe kështu edhe bureku del edhe më i bukur. Okej, del edhe më i bukur. Edhe bëjmë kështu tani. Në rregull. Tani ta futim në furrë dhe të shikojmë rezultatin. Ciao. Atëherë sa të bëhet bureku, po jap një këshill ose një tip nëse nuk e dini. Këto brumi që na ngeli tani, nga që e bëra burekun, edhe nuk do bëjmë tjetër, ta lëm për herë tjetër, do t'i fut në qese, do t'i fut në frigorifer dhe mund të rinë gati për një javë. Okej, pra do bëj 3, po nuk do t'i bëj të ngjit me njëra tjetrën, ë? Po të ngjitem. Do t'i bëj kështu ja, kështu, dhe nuk ngjitem me njëra tjetrën. Në rregull, pra mund të bëj edhe një kështu. Edhe I kam gati. E pa ç'a thonë tani, mam të bën burek.
Byrek. Dhe përfundimi tani, të vit ta marrim copë të japim erës. Ja si ose struktura. Në rregull ja dhe struktura. Edhe ta provoj era, se më merr bateria. Provoj të gjitha më mule. Të pëlqeu ja? Po. Ha? Po. Ha? Je sigurt? Ha? Jo, nuk ka ja. Po. Po që domethën? Ha? E mirë, nuk ka lëvizje, nuk do në. Nuk ka qiqira, jo, nuk ka qiqira. A është e mirë? Ha? Ka një gjë tjetër o. Dijeni në video. A kesh? Ka djathë. Djathë. Po dhe është mirë. Djathë, ka djathë edhe vetë edhe qumë është. Në rregull? Bëni dhe juve. Okej. Domethënë ja sugjeron, ha? Ja sugjeron që ta bëjnë tetat, ha? Mulja. Në rregull. Thash që parë që i kisha për eksperiment, dhe ta ka dalë kaq e mirë sa ju sugjeroj. Pra një gjë që mund ta bëni shumë mirë. Ju bëf të mirë. Reagimi erës ku mori vesh i bërekës me trahana, se po më akuzonte, po më dhonte ke bë me qiqira dhe me tjerza. Që diku ka ditë tjetër bëga. E po nu hasa dhe ja thash më në fund, po si ishte reagimi? Bëllëm pëlqeu apo jo? Po.